Kodrat e liçenit artificial në Tiranë, që dje u mbushën me qytetarë të shumt, me rastin e festës së verës, sot në mëngjes përjetuan një tjetër realitet, mbeturina të hedhura nga do. Fenomeni shqetësues përsëritet nga viti në vit, pa kur farë ndërgjegjësimi nga qytetarët. Prej kohësh ndodhemi në një emergjencë mjedisore, por këta qytetarë jo vetëm nuk ndihmojnë në pastrimin e vendit, por kontribuojnë maksimalisht që kjo status quo të qëndrojë gjatë për vendin tonë si një turpi të gjithëve ne. Megjithse koshat e mbeturinave ndodhen fare pranë kodrës ku kaluan kohë qytetarët, ata kur u larguan, morën me vete kënaqësinë e një dite ndryshe me diell, ndërsa lan pas një barbari të pashoq. Prej orëve të para të mëngjesit, punonësit e bashkisë larguan 10 rrethas me mbetje, duke u kthyer freskinë dhe normalitetin kësaj zone, e cila frekuentohet dendur nga qytetarët. As liçeni me ujin e pakët dhe jo aq të pastër nuk i shpëtoi ndotjes. Grumbull mbetjes pluskonin mbi ujë, të cilat mirëpritën qytetarët e shumë në këtë ditë të shtune për të kaluar disa orë të qeta, por jo të pastra.